kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ka qenë nderi më i madh i jetës time të udhëheq këtë parti. Partinë e Krenarisë Sonë Kombëtare, partinë që ka shkruar faqet më të ndritura të historisë Kosovës. E ka thënë presidenti Thaçi i pari në një kontekst shumë më të vështirë, kjo nuk është lam të mirë, por është vetëm mirupafshëm. Në rini, njeriu nuk e din gjithmonë se çka do të bëhet, po shumë herë e din në çfarë do të besoj. Dhe unë që nga rinia e kam ditur që duhet besoj në Kosovën e ëndrave të mia. Me dëshirën e madhe në zemër që këtë besim ta kthej në veprim për vendin tim, në vitin 2004 u bashkova aktivisht në Partinë Demokratike të Kosovës. Ishte një ditë sikur sot, po në këtë seli, vetëm se unë isha një 2 dekada më i ri. Dhe në atë moment, as në dëshirat e mia më të mira, nuk e kisha imagjinuar rrugtimin që më priste. Sepse ajo që nisi si angazhim rinor e idealist, u kthye në udhëtimin më të rëndësishëm të jetës sime. Mbi 20 vjet angazhim e shërbimi për zemërt me PDK-n, kam pasur nderin të punoj për shtetin tim dhe për qytetarët e mi. Të rrugtoj nga kryetari i Rinisë Demokratike të Kosovës deri te kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe mbi të gjitha, mesin e shumë ndereve të mëdha, kam pas krenarinë e nderin jetësor të pakrahasueshëm që ta nënshkruaj edhe deklaratën e pavarësisë Republikës Kosovës. Kjo është PDK. Këtë ma ka dhënë PDK. Ka qenë nderi më i madh i jetës time të udhëheq këtë parti. Partinë e Krenarisë Sonë Kombëtare, partinë që ka shkruar faqet më të ndritura të historisë Kosovës. Partinë që kanë udhëhequr 2 burra para meje, që kanë shkruar epokën më të lavdishme të vendit tonë, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Besoj që secili kryetar e mendon njëjtë. Ditën kur e merr detyrën është edhe dita kur për herën e parë mendon se si do të largohet prej kësaj detyre. Dhe sot, pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit, e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Dhe si dikush që nuk ka pasur asnjëherë ambicie për të qenë kryeministër i vendit, në zgjedhjet e ardhshme unë konsideroj se kandidati ynë duhet të jetë edhe kryetari i partisë. Andaj këtë vendim e kam marrë me bindje të plotë si vendimin e duhur dhe në asnjë mënyrë se jam lodhur ose jam zhgënjur. Po sepse dua që partia jonë ta marrë frymën e re që e meriton. Këtë jeni të sigurt të gjithë e bëj me paqe, në shpirt dhe me dashuri në zemër. Me dashuri për PDK-n dhe me dashuri për Kosovën. Sepse unë e konsideroj se PDK është më shumë se sa një parti. Është një amanet nga ata që luftuan për liri, për shtet dhe për dignitet. Dhe amaneti mbahet gjallë vetëm kur ne udhëheqim me shembull, me guxim, me përgjegjësi dhe me mendje e zemër të hapur. Kur dim jo vetëm si të qëndrojmë mirë, por edhe si të largohemi mirë. Kjo është detyra e një lideri. Të di kur ta dorëzoj me dashuri atë që e kam mbajtur me përgjegjësi. Unë mbetëm në PDK, me përkushtim plot dhe me besim pa lëkundur. Me bindje të thellë se PDK mund dhe duhet bëhet më e fortë. Sepse kjo parti është më e madhe se secili prej nesh. Dhe ne e kemi për detyrë të qëndrojmë bashkë. Prandaj sot si një thirrje pej zemrës, ftoj çdo antar, çdo strukturë, çdo mbështetës të bashkohet, të jemi si një, si asnjëherë më parë. Sepse PDK edhe sot e ka për detyrë që t'i dalë zot vendit. Zoti e bekoft Partinë Demokratike të Kosovës, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Faleminderit.